kur e shën që ato temperaturat ftofta që hën, edhe gjithë të busqish. Musafirën tonë të parë për pjesën e parë që vetë si ju tregum që është Driada sopa, mirë mëngjes. Sope, mirë mëngjese, mirë mëngjesi Kosovë. Mirë mëngjesi Kazakistan. Mirë, faleminderit. Jo, a keni pushu? Kemi pushu dhe jemi shumë të lumtur që sot në emisionin në Krah Djathtë, në televizionit të vënje dhe live në Radio Prishtina 89.8 e kemi Driadën, një person që e thash edhe në hyjmet e emisionit jehon që është personi ma pozitive dhe por një me kur e shën që ato temperaturat ftofta që hën edhe gjithë të busqish, kur njët nuk e shë pa disponim. Driad, ka po të vjen krejt kjo energji, pri akullit a... Jo, unë e kom një në që si person shumë energjik, kështu që dika po do të me qitë. Një plus shumë të madh, Driad e ki që për pjesën që nuk të kemi në Kosovë dhe ditë sa e ki mallin për Kosovën, ka qenë kove të fundit, po me vitit e saj dhe me energjinë e saj për një me qëtë në tjep vullnet, na se di sa mujna me praktikuta një pjesën si Driad, apo bili dhe në fitness në ashtën me shku. Na motivon dhe që atë. Mu marrë me vetën diçka. Po, malli për Kosovën, kur jetë jashtë është ndryshe, ndje ndryshe, për unë vetë kom jetu në Kosovë dhe kur jenë në Kosovë ishe krejt ato pak knaqësite dhe qka i kena gjatë jetës përdeshme, po kur je jashtë merë malli valoj edhe për gurin, për loqen, për krejta. Në ndërkohë sa jemi të folë me Driadën, ju të regum që kemi me folë paka shumë për pjesën që e ka një energjit jashtëzakonshme, është shumë vajzë rizikante që do themi, po e shumë edhe në ekranin e të vënishit pamje që i kemi marrë disa foto që Driada vetë se hën në ambiente shumë të ftota, do themi në temperatura shumë ekstreme. Driad, nga ka lind kjo pjesa, na trego pak për krejt ata dëgjuse dhe shikus që po na ndikin këto momente. Po, kjo ka fillu, unë me zhytje në ujtë ftoftë, kom fillu qysh para 2 vjetë. E kom pa që më ka ndalë në për rrjetet sociale dhe jo më interesu edhe kom këqyr qëfar benefite ka dhe pse njerëzit po e praktikojnë. Mandej unë qysh e përmene edhe te mirë me aktivitet fizik. Nuk jam sportiste me profesion, unë jam ekonomiste me profesion, po jetën e shëndetshme edhe aktivitetin fizik e kom dash gjithmonë. Edhe mandej thash, okej, të provoj të këqyre, apo dalin që të benefite, jo. A një atë kanë dalë? Po, bile ma shumë më kanë dalë. Mandej kom fillu krejt gradualisht, një 2-3 muj e kom praktiku në dësht të ftoftë, pas çdo larje, edhe kom vazhdu mandej, kom bleni kanë të bërlogët të re, të pa përdorën edhe e përdore veç për këtë punë. A na tregon Driad, qysh ka qenë pjesa e fillimit? Unë fillova, unë të e pa Driadën nuj me akull. Nuk i të gucu me i këshyrë këtë pamje, po unë po besoj që sa punon me vetën, Driada ka punu po besoj shumë me vetën, normal që pjesa e fillimit po besoj ka qenë e vështirë dhe na tregon edhe tash edhe neve. Qysh u kanë fillimi, a u kanë problem fillimi Driad?